E tregojmë edhe një herë shkurt se deri kur e kemi të hapur lojën, ku mund ta gjejmë edhe kur po ashtu besoj ju intereson se kur përzgjidhen dhe fituesit. Po, do të thotë loja është hapur me 25 nëntor, zgjat deri me 17 dhjetor, do të thonë diku 3 javë ka afat për të luajtur. Qasja ndaj lojës është shumë e thjeshtë, duhet hyni vetëm në europehouse.mk edhe të shtypni të klikoni banerin e navigatorit, edhe automatikisht do u hapet loja, më momentin që hapet loja e ke opcionin nëse do të luash shqip ose mashkulisht, edhe për aty është që shka je në lojë mbrana. Duhet të zgjedhësh planetet, çdo planet që e mbyll t'jep mundësi që të hapesh planetin e ri, e kështu me radhë, edhe mund ta luash sa herë që të duash, ideja është që të marrësh 1000 pikë që t'jesh konkurrent për njërin prej çmimeve, edhe gjithë ata që do të përzgjidhen si fituese, do të marrin ndonjë çmim, do të kemi një event me 17 dhjetor në aspekt ceremonial, ku do i publikojmë edhe fituesit, edhe do e përmbyllim këtë kampanjën e cila ka të bëjë me shënimin e ditës së drejtave të njerëzit për vitin 2025.